A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Hoxh, mundësia e dytë njëjtë, shumë dështime ka njëjtë. Por ekziston një mundësi e dytë, mundësi e tretë, domethënë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Po, jo një dytra, po domethënë jeta sa të kesh gjallë, çdo ditë është mundësi e re. Pas çdo dështimi të vendit. Çdo ditë është mundësi e re. Problemi është se ti a ki vullnet, a ki entuziazm, a don, do të me përmirësu gjendjen tonë, me përmirësu shëndetin tanë, me përmirësu aspektin imanor tonë, dituritë e tuaja, punën tonë, zanatin tanë. Allahu i madhreshëm është i gjithdijshëm, edhe është i gjithëmëshirshëm. Kur e ka kriju njeriu edhe ka lëshu në tokë, se ka lëshu vetë të vetëm. Por i ka dhonë dituri, edhe i ka dhonë resurse. E tani, në momentin që ai hutohet, i ka dhonë edhe udhëzim. Pejgamber, libra. Edhe në momentin që asë kjo si mjafton, edhe e ka plon e o plogështia e ti, i ka dhonë momentume në jetë, për kujtimit, reflektimit. Edhe kështu që ti çdo moment ki mundësi me konë ma mirë se ke qenë. Ki jo mundësi dytë, po 3, 4, 5, veç këtheu të Zoti. Andaj Allahu Dhu Gjelal në Kur'an i thot besimtarëve, ja ju helledhina amën tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju besimtarë, pendohuni te Allahu. Pendimi fjala është ktheuni. Për kthimin tekstual. Ktheuni te Allahu me kthim të sinqert. Andaj vazhdimisht derën e kia hapun, për krahën e Zotit e kia aty, ai pret pendimin tan, pret vendimin tan, momenti që ti e vendos me u kthy me ndryshu, ai është aty me të ndihmu. Edhe normalisht i gëzohen pendimit, kthimit, tentativave të njerëzve në angazhimet e veta që të jenë suksesshëm, edhe njerëzit e mirë. Edhe besimtarët e mirë, edhe melaqet. Do thotë secili njeri kur e shef dikën se po orvatet, po tenton, po angazhohet, gjëja që e bën dopt, mundohet me bu më mirë, këtë militonët, edhe në shkollë, edhe në xhami, edhe në sport, edhe në zanat, edhe në punë, edhe në biznes, edhe në media, kudo që shkon, domethënë, nëse je i sinqert, edhe orvatesh vazhdimisht me ecë përpara, do gjesh njerëz që kanë më thonë, bravove, mashallah. Ti nuk e ke bërë shumë mirë. Ama ai thotë ty mashallah, bravo, pirolla qoftë, vazhdo me të motivu. Kështu që njeriu kur është i mirë, edhe ka dështimet e veta, por është i sinqert në kthimin e tij, do të gjen shumë ndihmës. E para Allahu Dhu Gjelal, e dyta melaqet, e treta besimtarët e mirë, e katërta sukseset e vogla që do i shef, që do i vjel nga këto angazhimet e tij. Edhe kështu që për atë arsye, njeriu kur nuk do të më thonë fundi jam ishte ky. Unë marrova. Unë mos kam mundësi me vë kur gjë. Jo. Çdo herë mundësi është hapur, edhe një herë po duam të potencu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Allahu e ka hap derën e pendimit nga lindja dhe nga perëndimi dhe ajo nuk mbyllet derisa nuk del dielli nga perëndimi. Do të dera e pendimit është hapur. Edhe nuk mbyllet deri në kiamet. Edhe për individin është e hapur derisa të nuk vdes. Domethënë sa të vjen shpirti në fyt. Kështu që mundësitë e përmirësimit, e ndryshimit, shansat e dyta, treta ekzistojnë vazhdimisht për atë çështje mençe. Për shembull, ti ke njëri tash na po lexojmë, thotë i kanë bërë 53 vjet janë bërë hafëz i Kuranit. Lexoj raste 65 vjet janë bërë hafëz i Kuranit. Ka raste këtu na i kanë bërë 70 vjet kum nis me lexu Kur'an. A kupton domthon shumë shanse i kanë ikë aty. Mirë po shansa jo e fundit, po për shansave të fundit ai e ka shfryzuar dhe sot është i suksesshëm. Po jo vetëm i suksesshëm, është i gëzuar, jo vetëm i gëzuar, po është model për tjerët. Jo vetëm model, po edhe na i gëzohemi si suksesit atij. Edhe kjo normalisht tregon se për herë kemi mundësi të hapuna, për herë mundësia e ndryshimit ekziston, veç na sa jemi të vigjilent ka shtyra dhe sa i shfrytëzojmë ato momente për të ndryshuar gjendjen tonë për ta bërë më të mirë. Personalisht mu që ma dridh zemrin është kjo ajet koranor, që nuk të jep mundësi për shansë dytë, në më thonë kështu, thotë Allahu.
E kur ndonjërit prej tyre i vjen vdekja, ai thot: O Zoti im, më kthe që të bëj vepra të mira e të حتى إذا جاء أحدكم الموت قال ارجعون. që të kombëzoj që lëshova. Kurse si, thot Allahu, kthim nuk ka, domethënë s'ka shans ditë. Ama Është vetëm fjalë që thot ai, e ata para tyre kanë një perde distancë periodike deri në ditën kur ringjallen. Suratul Muminun 23:99. ky ajet e vërteton atë që thash unë tash. Në momentin që i vjen vdekja në fyt. Na tha më herët, njeriu ka mundësi për të pendu, për të korrigjuar, për të ndryshuar, do thotë vazhdimisht. Vazhdimisht. Derisa ti vjen shpiriti në fyt. E ky ajet flet për atë moment. Hatta idha jaa ahadakum al-maut, derisa, mundësia e pendimit është e hapun, e ndryshimit është e hapun, mundësia e dytë, e tretë, e katërt janë të hapuna, derisa dikujt për juve ti vjen, domethënë vdekja në fyt. Kur ti vjen vdekja në fyt e sheh realitetin. Po, atëherë e shef domethënë se dy sene i shef. E shef kujt të shku dhe e shef se s'ka mundur. Megjithatë njeriu edhe në atë moment do mundohet me tregu avokatur, do thotë irgjeun. Më fal, e shet që feja islame është e Po vërtetë. gjithsesi e shef se bota pas vdekjes është një botë e vërtetë, dhe se atje ka llogari, dhe se atje do të ketë peshore, dhe se atje domethënë besimtarët do të korin sukses, do të fitojnë, jo besimtarët do të humben. Këto që e kanë shoh islamin kur të hinë Këtë aty. që atë moment e shohin domethënë. Ku kthehem të bona Po. muslimash tash. E irgjon, tash fjala irgjon më kthe prap, ka ditra vende ku përmendet domthon, dikush thot laali amalu salihan fi ma tarak. Ndoshta e bën një vepër të mirë në atë që kam lënë mas. Tjetër ajet thot atasaddaka tjap sadaka lëmosh u yakunu min al-muhsinin të më mirës. Domthon kthem pak mbrapa që të besoj Zotin fillimisht, pastaj të bëj ndonjë vepër të mirë. Mirë po, ajo përgjigje që ti e përmende është definitive, ku Allahu dhugjera thot kella asesi, ose kursesi. Ena kelimetun hua qailu, është një fjali që aje thot, është një kërkes që aje kërkon, është një dëshirë që aje dëshiron, në ato momente, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, mirë po pas ka një perde, e cila do më thonë nuk hapet deri në ditën e ringjalljes. Kështu që njeriu në udhëtimet e veta i ka një kashe. Edhe momentin që kalon nga një botë e tij në botën tjetër mbyllet ajo der. Për shembull, është në botën e shpirtrave njeriu. Momentin që zihet trupi i tij në barkun e nanës, botë embrion, vjen shpirti që është nga bota e shpirtnave në trupin e tij. Dhe fillon jetën, domethënë prej mujit 4 e tutje, fillon jetën në barkun e nanës. Kur del nga barku, nga bota e shpirtit në barkun e nanës, një kashe. Nga barku i nanës del në dynjë. Lind. Edhe jeton sa jeton, 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet, 90 vjet, sa e ka caktuar Allah. Gjithashtu, kur vdes, del nga kjo botë në botën e berzahut, që është etapa kohore mes vdekjes së individit dhe ringjalljes. Te dikush është me 10.000 vite, dikush është me 1000 vite, dikush me 100 vite. Dikush është për 100 në akşam, sipas hadith. Ati i duket. Po do i duket. Ati i duket. Ama realisht, domethënë për shkak se vdes dikush sot, prej sot deri në kiameti, është jeta e berzahut për të. Domethënë kur në kiameti na nuk e di. Ama ai që ka vdekur para 10.000 vetëve, ai është në botën e berzahut. Domethënë etapë kohore nga momenti i vdekjes së njeriu deri në ditën e ringjalljes. Edhe këtu s'ka kthim mbrapa. Pas kësaj vjen etapa e ringjalljes. Edhe aty domethënë ka faktikisht daljen në botën e ahiretit, edhe aty nuk ka kthim mbrapa. Te bota e ahiretit pastaj ndahet një grup për xhenet, një grup për xhenem. Ta xhenet lit, inshallah jemi gjithë na për atyve, që shkojnë në tranzit që themi na, që në fillim xhenet, do thotë ata nuk psojnë asnjë vuajtje, asnjë fatkeqësi atje. Xhenem lit pastaj ndahen kategori. Xhenemlit që janë besimtar por kanë bërë mëkate të mëdha, ata digjen aty. Po nuk meten për gjithmonë. Besimtar që kanë bërë mëkate të mëdha, digjen për mëkatet që kanë bërë dhe pastaj dalin nga xhenemi, futen në lumin e jetës, do thotë edhe u kthehet edhe trupi edhe jeta dhe vazhdojnë me hinë xhenet. Jo besimtarët, idhujtarët hyjnë në xhenet dhe më nuk dalin për atij. Xhenem. Xhenem, falni. Hyjnë në xhenem dhe nuk dalin më për xhenemit, Allahu na ruaj. E kështu që do të ky udhtim i njeriu në këtë formë tregon se edhe në këtë moment kur të vjen me dhon shpirtin, edhe e shef realitetin e vërtet,
ai ka me dëshiru më u kthi prap, mirë po, ajo dëshirë nuk pranohet sepse ka përfunduar afati. Se Allahu i Madhëshëm ka dhënë afate për botën përgjithësi, derisa del dielli nga perëndimi, dhe për individin në veçanti çdo kujt momentin që vjen shpirti në fyt me dal, i mbyllet dera e pendimit, i mbyllet mundësia e shansës re, shansës tjetër. Dhe për këtë arsye besimtari nxitet, edhe na nxisim vetveten dhe besimtarët, që të shfrytëzojmë të gjitha mundësitë sa jemi gjallë, të pendohemi dhe të kthehemi te Allahu sa jemi gjallë. Të shkojmë te Zoti me këmbët tona. Se është një fjali që unë e përdori shpesh, është një poet turk, ai ka thonë shumë bukur, o njeri, eja te Zoti vertikalisht, se horizontalisht gjithë do të vinë. Gjenaze. Në shkotin te Zoti me këmbët e tuja, me zemrën tonë, me mendjen tonë, me adhurimin tanë dhe Zotit, me këmbët e tuja shko. Se të në shirë në gjenaze, këtë dalin para Zotit. Edhe ai që u ka fare, edhe ai që s'u ka fare, edhe ai që ka besu, edhe ai që s'ka besu. Ama, ajo më nuk bën dobi. Kështu që shkojmë te Zoti vertikalisht, e pastaj horizontalisht, normalisht, këtë kena me shku. Hoç, pse njeriu e kujton Zotin më së shumti kur i afrohet vdekja? Shive, njerëzit zakonisht e kanë karakteristik vdekje, domethënë, edhe frikën prej vdekjes. E frika prej vdekjes është në dy lloje. E para, frikën prej vdekjes besimtarët e mirë nga modestia që kanë dhe nga dituria për mangësitë në adhurime që kanë. Duke thonë ndryshe, ata e dinë se Allahu meriton shumë më shumë se kjo që kemi bën dhe shumë më mirë se kjo që kemi bën. Të ditë këtë mangësi kanë frikë se këto adhurime që ne kemi bën, megjithëse ata kanë bërë shumë adhurime, a do jenë në nivel domethënë të madhnisë së Zotit. Edhe a do jenë në nivel që Allahu t'i pranojë prej nesh, brenga për t'i pranuar. Edhe andaj besimtarët e mirë i frikojnë vdekjes, sepse vdekja i çon te Zoti është llogaria, e veprat që kanë bërë të mira ata, megjithëse janë shumë, ata kanë frikë thuj janë tamam, të plota, të sakta, edhe duhura dhe ai pranon Allahu xhan. Kjo është një, dhe këta kanë frikë vazhdimisht, domethënë, po një frikë pozitive, jo frikë domethënë negative ose pesimiste. Dhe grupi i dytë janë mëkatarët, idhujtarët, jo besimtarët, ateistët, islamofobët, ata që nuk e kanë besuar Allahun, e kanë kundërshtuar Allahun, e kanë shoh fen, kanë shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë shoh besimtarët, kanë shoh shenjtit e Islamit, edhe ata normalisht janë ngulfatën në frikë. Ata frikën e kanë mani, smundje e cila i shoqëron. Ata nuk frikon vetëm se nga vdekja. Ata frikon nga terri, frikon nga çdo lëvizje që ndodh në errësirë, për shembull, frikon me kalu kavoret, fillon me fol për gjendët, frikon për shumë gjëra. Pse? Sepse atyre u mungon besimi në Allahun e Madhëshëm, u mungon dituria mbi atë që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, dhe e treta do të e dinë ata se s'kan vepra që kanë qenë shkak me shpëtu të Allahu xhelal, dhe për të arsye në momentin që ata i bëjnë dovjet fillon me ju shtu panika, me ju shtu frika, me ju shtu domethënë llahtaria, trishtimi, edhe nuk janë rahat, andaj fillon ai ankthi, gjumi nuk i zën natën, ditën nuk janë rahat, mundohen veç mu qetësu me raki, me qetësu ose me alkool, ose me drog, ose me prostitucion, ose domethënë duke nejt me njerëz, duke bën muhabete të kote, duke fol fjalë pa lidhje, të bëhet një lloj show-i, një lloj gëzimi, ama këtë është i rrejshëm, këtë është domethënë si profesion, sepse në momentin që ai ngel vet, ato momente të pakta që ngel vet, më njerë e kap ankthi, e kap trishtimi, e kap domethënë friga prej vdekjes, sepse e din se kapitalin që e ka me vetje shumë i dopt ose inexistent, dhe ai kur shkon para Allahut ka me pas llogari të rëndë, dhe llogaria e tij do jetë e vështirë, edhe do jetë me kajt, do jetë duhet pishman, mirë po, e kajt me pishman nuk ka ditë nuk i bën dobi, askujt. Madje do ishtin edhe me kajt pak si but, sa e di unë mi ka fshu dur, po. Ne përmend në veç moment, domethënë momentin e llogarisë, normalisht dalja para Zotit, ka me shoqëruar një pishmallëk shumë i madh, ka mi ka fshu durt, ka me qajt, domethënë ka me bërtitu qajt faktikisht nga frika, edhe nga llahtaria asaj që ka me pa. Momente të rishtuese që ja lejteni kam vaj për mua të kisha bën diçka më shumë për këtë jetë që ku kam marrën,
Edhe këto ajetet e vaj, domethënë përmenden në Kur'an shumë që tregojnë se njeriu ka më qenë pishman i madh për mos shfrytëzimin e jetës në vepra të mira, që sot ai mos shfrytëzimi i jetës për vepra të mira sot e ka sjellë atë në gjendje të mjerueshme që çdo vështirësi e dunjas është asgjë krahasim me dënimin e ahiretit. Edhe çdo mirësi e dunjas është asgjë në krahasim me shpërblimin e xhenetit. Kështu që domethënë ne themi njerëzve, sado që ke vujt, sado që ke pas probleme, të lashën se në xhenet këtë kemi harru. Ama nëse në xhenem Allahu mos e boft, kur gjos është kjo çka ke hek në dunjë. Çfarë pret atje? Edhe kundërta i themi njerëzve që duken punë të rënda, adhurime të rënda, vepra të rënda, dhe mi bëni sabër se kjo që e bën ti është shumë pak krahasim atë që kemi fitu. Ti sot mundohesh bën punë për dunjë, shembull punon 1 orë, 2, 3 më shumë, merr më shumë parë, pak më të madhe. Jep hakin punës, normalisht vlerësohesh më mirë nga stafi. E kur shkosh te Allahu xhallahu çdo punë jote që ke bërë do të llogaritet bile 1 me 10, me 70, me 700. Që sa më shumë që ke vepra të mira, aq më tepër do të shpërblehesh për Allahut, edhe do të mahnitesh nga mënyra se si Allahu ka më shpërblit ty. E ai gzim kam qenë joti, i familjes tonë, i fëmijëve to, këtë kanë më gëzuar me këtë gzimin tan sepse edhe ata kanë më përfituar nga bamirësia dhe mirësia që ti ke pas këtë botë. Këtu në këtë jetë në Koran shkruan hoxhë ndërum, o Zot më kthe edhe një herë që të bëj vepra të mira. Çka do të thonë kjo vepra të mira? Do të thonë në jetën e përditshme. Do thotë njeriu e para besimin. Vepra më e mirë e cila e shoqëron njeriu jetën është besimi. Në mungesë të besimit asnjë vepër s'është e rëndësishme më. Besimi kush edhe Netanyahu po thot besojnë Zot, po bën gjenocid. Na themi besim në Allahun e Madhërisëm, besim monoteist, besim të saktë, besim që beson se Kurani është fjalë e Zotit, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vula e pejgamberëve, besim sipas konditave, sipas rregullave të fesë islame. Ky është besimi i saktë, i vërtetë, dhe argumentet fetare dhe logjika janë të shumta për këtë. Sepse në momentin që ai thotë unë besoj edhe bën gjenocid, do të bota i thotë ti po rren, se po edhe do të hebrejt që nuk janë sionista. Edhe ata po i thonë ti po rren, po të ishte besimtar i vërtet edhe pasues i sinqert i Teuratit, i Torës, ti nuk do vrishë gra dhe fëmijë. Edhe krishterët po i thonë, që bëjnë protesta në mban botës, ti po rren, nuk je besimtar, sikurse të kishe qenë besimtar, s'kishe vrarë krishterë dhe musliman në Palestinë. Se dhe krishterë po vrasin, jo vetëm musliman. Edhe i thëna themi, edhe muslimanëve tonë i themi, ti sa dush më shumë thonë unë jam musliman ose jam besimtar, nëse nuk i zbaton rregullat e Islamit, çka ke nga Islami ti? Nëse nuk e fal namazin. Do thonë, nëse të mungon besimi, të mungon namazi, të mungon rregullat e përditshme të Islamit në jetën tonë, me llaf na ketë më na më bë musliman. Me llaf na bëmi edhe miliardera, edhe sportistat më të mëdhej, edhe artistat më të mëdhej me llafe, edhe mjeshtrit më të mëdhej. Ama puna është ajo që e vërteton llafin ton. Dhe andaj na themi ti mundesh me thonë vetes evlia, më i miri besimtar, mirë po punët e tua kallëzën se kush je ti. Dhe andaj themi na bëj vepra të mira në përputhje me imanin tan, atë shpëton, përndryshe vetëm imani deklarativisht nuk të ndihmon dhe nuk shpëton para Allahut subhanahu wa taala. Andaj kur flasim për besimin si vepër e mirë ose si koka e veprave të mira, flasim për besimin islam. Besimin monoteist islam, të cilin besim e promovon Kurani dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj domthon hin adhurimin ndaj Allahut xhelal, pastaj hin bamirësinë ndaj tjerëve. Çdo e mirë që bën tjerëve, on prindërve qofshin, mixhallarëve, dallarëve, tezeve, hallave, koqive qofshin, domthon familjes më të lartë, kolegëve, shokëve, fëmijëve, domthon ka do që ti e shef edhe ndihmon, kjo është vepër e mirë. Faktikisht ky njeri në këtë moment thot irji'ini amal salim, më kthehet që të bëj një vepër të mirë, ai nuk e përzgjedh. Çka do që jepet mos jam bëu vepër të mira, ai do ta bëjë. Pse? Se e din se shpërblimi për ato vepra të mira të Allahut kanë shumë i madh. E kjo është mendoj se meritore me potencu të gjithë ata që bëjnë vepra të mira, le të binden se shpërblimi që e merr pi Allahut është marramendës. Nëse ti e ke dhënë 1 dinar, 1 euro, Allahu nuk ta kthen me 1, po me 10, me 70, me 700, me shumë fish pa kufi. Ky shumë fish pa kufi është anonim. Është numër i papërcaktuar. Që nëse ti jep 1 dinar, 1 euro fi sabilillah, fiton shpërblime që as mendja jote nuk i percepton. Edhe andaj ne i themi njerëzve, sa jeni gjallë, mos u mashtroni me dynja. Punoni në dynja, gjithsesi jepni hakun punës, angazhimit, sjellni ushqim në shtëpi, veshni fëmijët e juaj, shëtetni fëmijët e juaj, le të kenë kulm të mirë mbi kokë, le të kenë ushqim të mirë, këtë është në rregull kjo. Ama kuptoj se kjo dynja është kalimtare. Një ditë ka me përfundu dhe ti kemi shku në ahiret. Nëse atje s'ke qu asgjë,
keqa ke pas për të mira vëzut i kishë vizu këtu, atër pishmalloku jo të kam e qeni madhë. Andaj themi na, gjotë mi që ka dhënë Allahu këtu në këtë botë shfrytëzoje, po mos e lën pas dore adhurimin ndaj Allahut, atëre e fiton edhe dunjon edhe ahiretin inshallah taala. Hoxhë, pse Allah nuk e pranon kthimin e njeriut pasi të ketë ardhur vdekja dhe thot o Zot kthehem edhe një herë. Shkoj në dunjë të bëj vepra të mira. Shtesh e po, e kuptova. Shtesh se fe Islam e kanë e mirë. Pas na gabu, ai kthehem më edhe një shans. Kthehem edhe një. E Allah i thot jo. Pse nuk e pranon? Për dy arsye kryesore. E para sepse ai të ka dhënë arsye 60 vjet, 70 vjet. Vazhdimisht. Për çdo ditë të ka dhënë mundësi. Ti domthon bën ti llogari 70 vjet herë 365 sa mia ditë ke jetu. Kupton? E ke ato shansa ti ke shpërfill, i ke neglizhu, i ke ignoru, i ke përbuz, i ke keq përdor. Edhe vjen momenti i vdekjes, e ti thotë nga rapet, s'ka logjik, se ti nuk se ti njëjti. Ai që s'ke ndryshu, ai që s'ke menu për pendim, një ditë me ndaktim e 1000 ditëve të jetës tone, si u bë sot të kujtu më u pendu? Mos e posh. Po, mos e po. Kjo është e para, e dyta që është më problematike për atë njeri është se Allahu e din se nëse jep shansë të dyta e përsëri ka me vazhdu njëjtë. Çaj njerëz tha. Madje se tha është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë interesant, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a'dhara Allahu ila rajulin balagha 60 min wa lam yatub. Allahu do të maksimalisht i ka dhënë mundësi arsyetimi njeriu që ka mbush 60 vjet dhe s'është pendu. Çfarë do të thonë kjo? Do të thotë nëse Allahu të ka dhënë ty 60 vjet jetë dhe ti s'je pendu, s'ki det me thon Zotit o Zot, pse s'ma mundsove të pendona ose pse s'ma dha edhe një shans. S'ki mundsi, s'ki det me thon se 60 vjet i ka dhënë Allahu mundësi të pendohesh. Për çdo ditë. E ti aty ke refuzuar, ke përbuz. Ti thu tash unë kam arsye me lipi Allahut, domethënë me më dhënë një shans ose me akuzu Allahun se s'ka dhënë shans pendimit. Kjo s'qëndron. Se 60 vjet i ka dhënë. E ti kur 60 vjet si e pendu, domethënë se ke njëtë më pendu. Edhe kjo që thash domethënë se Allahu e din edhe nëse ta e pat mundësi ti s'ke më pendu. Edhe për këtë arsye Allahu i madhëshëm këtyve njerëzve në këtë moment fundit, e treta është me përmend edhe këtë se Allahu tregoi se afati i fundit i pendimit është shpirti në fyt. Inna Allah yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yughargir. Allah e pranon tawben robit përderisa nuk e vjen shpirtin në fyt. Ta tregoj këtë punë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ma që se ka lexuar këtë, si se ka ditë, për shembull një kines tu punu aty. Ja, ai ka me pas probleme se çdo ditë e ka pa madhinë e qiellit dhe tokës, atë që ka kriju njeriu në kafshë edhe ka pas mundësi me arritje besimi monoteist. E para, kjo është e dyta, ka pa musliman në botë. E se ka pa ndoshta koshia, me ka pa televizor, ka pa telefon. Ai ka një për islamin. Megjithatë, nëse ndodh që dikush, kjo është temë tjetër që s'ka lidhje me këtë temë ato. Vdes, domethënë, pa i arrit aty thirrja e vërtet islam, hiç si ka arrit, ai do të testohet në jetën pas vdekjes në ahiret. Do t'i dërgohet pejgamber, nëse e beson do të hyjë në xhenet, nëse nuk e beson do të hyjë në xhenem. Domethënë, edhe aty Allahu ka më thënë argument. Ama flasim në për njerëzit që ndëgjojnë për islamin, ndëgjojnë për musliman, edhe refuzojnë, edhe e injorojnë për shembull, ai ndoshta se refuzojnë, po s'lexon, si intereson islami. Ai ka më dhënë llogari sepse ti e ke patë mundësinë me mësuti, pse se lexove? Ti e merr një telefon të ri, ja lexon prospektin, udhëzimin. Shumë shembull i mirë. E merr telefonin, ja lexon udhëzimin. Po ti këtë botën që ka krikush ka kriju dikush. Ka ne udhëzim. Merr lexoj atë udhëzimin, çka thotë? Për veten tonë, për botën, për qiellin, për tokën. E tash Zoti më pëlqej kjo gjë. Zoti më na ka kriju neve, ka udhëzimet e veta, merr i lexoj. I pëlqen, si pëlqen është mohabeti jot, ama ti lexoj. E ti jo ti ta injorosh. Andaj Allah i madhëshëm vazhdimisht na tha më herët, e ka krijuar natyrën e pastër të njeriu. I ka dhënë mundësinë e reflektimit duke pa qiellin e tokën. Pastaj i ka dërguar pejgamber, pastaj i ka dërguar shpallje, pastaj i ka dërguar ndodhi në jetën e vet. Hoxh, a mundet njeriu më anku te Zoti më thon, unë nuk kërkova ti më mprun këtë dunjë, ti më prune, më zhvillove intelektualisht, më rrite, i bona 60 vet, vdeka pa të besu ty, dhe tash po më dënon me miliona, pa kufi në xhenem. A mundet më anku kështu? Nuk mundet më anku. E para sepse ti kur erdhe në botë, nuk refuzove ardhmën në botë. Hajde kemi thonë jam i koni fëmijë, po i bën 15 vjet. Se lidhet edhe me kalu belan. Po, ajo është e para, domethënë po në sinë aty sepse fufoni për një jo besimtar.
Se besimtari që e din këtë momentin e takimit me Zotin si shpirt dhe pranimin e adhurimit të Zotit, kjo është arsye pse ka nxjerrë dunjë. Ka pranu marrë në dunjë. Po, jo, e ka pranuar me qenë Allahu Zoti i tij. Po. Edhe normalisht Allahu tash e qenë në dunjë për me tregu se ti a e ke për një më apo e ke arrejn. Testim, faktikisht dunjaja është botë e testimit. Sikurse domethënë fakulteti ka mësim edhe ka provim. Edhe ti ke marrë mësimin ditën e krijimit të shpirtit. E tash e ke provimin këtu. Hajde ta shohim atë mësim që tha po me gjithë gojë thonë. Kur i tha Allahu i madhëshëm elastu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj? Qalu bela than gjithë se si ti je Zoti jon. Hajde në dunjë. Tash hajde në dunjë, ta shohim atë ekipën me këtë llaf apo veç se këtë e thanë e tha edhe ti. E kur po vim në dunjë këtu ne, atëherë po shihet se jo krejt na po e themi qalu belan në vazhdimsi. Dikush për neve pe tradhton, dikush për neve pe haron. Bile dikush për neve pe kundërshton. Normalisht ai s'ka det mas me thon o Zot pse më prunë ti në dunjë, se unë me paskon i pa krijuar, çka kishe vë? Ti s'kishe më pas as problem as dënim. Se ti dush me im provim për me kalu ose me ra. Nëse nuk hem provim ti as nuk kalon as nuk bjer. Edhe kështu që ti nëse lip mos marrën dunjë, atëherë për ti s'ka as dëshkim as problem. Për ka dëshkim as problem, për atë që ka në dunjë, ka him provim, kush ka kalu ka as problem. Kush ka ra ka dëshkim për të. Edhe andaj do thotë nuk është argument i shëndosh as i saktë ajo që mund të më thonë ky njeri pse më punën në dunjë e tash unë nuk besova tash kemi më dënuti. Kam dënuar se ti më dha besi kemi besu. Puna në dunjë nuk lash vetëm, ta dhash fitratin, ta dhash pejgamberin, ta dhash librin, ta dhash ndodhit e jetës, që ti domosdoshmë të kesh argumente plus. Këtë ato i refuzova nuk deshte. S'kam çka më të bëj. Kjo është fundi jot që ti e ke zgjedh. Dhe andaj na i themi vazhdimisht njerëzve, do thotë fundin ton na sot e mbjellim. Sot na do thotë e shkaktoj. Me punët tona që bëjmë. Nëse bëjmë punë të mira se jemi gjallë në dunjë, atëherë shpresja jonë është e madhe se në ahiret kena më shpërbly. Nëse janë kontë sinqerta. Nëse nuk kemi bërë punë të mëdha, punë të mira, atëherë me çka do fitosh ti xhenetin, kush është Allahu xhalal? A xheneti është malli i shtrenjtë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inna silata Allahi al-ghaliya, ala inna silata Allahi al-janna. Malli i Allahut është i shtrenjtë. E malli i Allahut që ka nxjerr pazar është xheneti. Allah neve na jep xhenetin e tjetër pra i cili xhenet tek ka atë që syri se ka pa, veshë se ka ndëgju, as që ka mujt me fantazu zemra e njeriu. Do të ka diçka të jashtëzakonshme. E ti pra xhenet nuk mund kurrëzohet pas e thue, ma jep edhe një shans, masi ka ngalu këtë afatet, ose thue për shembull aftën që unë ani se s'kum besu tash ma jep më ke shpërblim, nuk shkon. Se drejtësia e Allahut e pengon. Se Allah është i gjithëmëshirshëm, është falës, ama është edhe i drejtë. E drejtësia e Allahut këtu ndërhyn. Atëherë jep pse si atë që meriton. Se ka njerëz që kanë marrë, kanë manku, kanë marsetu, kanë më gjet alibi pse çysh tek, mirë po drejtësia e Allahut ka më qenë ajo që ka më dominu. S'ka më shikuar në momentin e llogaritjes me sytë e rahmetit, po me sytë e drejtësisë, që secili të jepet çdo gjë që ka merituar. Andaj Allahu xhallahu përmend wa wudi'a mawazinul qist li yawm al-qiyamah, adet do të vendoset peshorja e drejtë që ka më mot me drejtësi. Drejtësi e cila ka më mot edhe imësirat më të vogla që na për shembull kanë herë i bëjmë, po i llogarisim se janë të rëndësishme, sikurse shikimi i fshehurazi, sikurse prekja e fshehurazi, sikurse biseda në mungesë të personit e kështu me radhë. Këto janë veprime që na mendojmë se i bëjmë edhe masi se një kurkush, si shef kurkush, as Allah nuk i shef, nuk është e vërtetë. Allahu i madhëshëm i shef të gjitha. Andaj besimtari kur det për Allahu do habitet me regjistrin e veprave të mira, saqë do shef në regjistrin e tij të gjitha veprimet që ka bërë, të mëdha edhe të vogla. Edhe ka me thonë, si kurse përmen Allahu i madhëshëm Kur'an, mali hadha al-kitab, do të thot njeriu çka ka në punën e këtij librit, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, që këtë punë e mia që kanë bërë, më dhoja vetë vogla ti pas ka regjistru. Këtë. E tash normalisht vazhdon ajeti Kur'an thot Allahu i madhëshëm wa ma yadhlimu rabbuka ahada, se Allahu nuk i bën padrejti askujt. E tash drejtësia në pyetje, andaj gjithë na do dalim para Allahut me veprat tona. Edhe sesi do shpërlet me shpërblimin sipas veprave që i ka. Se për ndryshe atë nuk është drejtësi, se ti për shembull bën çka mos e pastaj pendohesh edhe do të bëhesh barabar me këtë që kur s'ka bëjë gjëna, s'mbohesh. Se këtë Allahu e ngrit me sinqeritetin e tij, me angazhimin e tij, e ti normalisht e merr shpërblimin tan. Po ka mundësi me kalu dikan që është besimtar formal, është besimtar pa e shiju adhurimin, pa e shiju davetin, pa e shiju xhihadin,
ky besimtar që pendohet, ama këto janë kategorizime që do të analizohen në kur flasim për pendimin dhe njerëzit dhe llojet e njerëzve gjatë pendimit. Çfarë ndryshime konkrete duhet të bëjmë sot, që nesër, sot sa jena gjallë, që nesër mos të thojmë o Zot më kthe prapë të bëj vepra të mira. Shfryzojmë, duhet ta mbushim gjithkohën që kemi në disponim me vepra me të cilat është i kënaqur Allahu i Madhërisht. Shifë. Te na muslimanat, dikush pret me thon me fal namaz, me lezu Kur'an, domethënë, ato janë adhurime. Mirë, po unë duhet të tregoj një rregull që është më e rëndësishme se sa shembuj. Te na muslimanat, çdo lëvizje që e bën besimtari, çdo lëvizje, më e mend, domethënë dëgjoj me vëmendje, çdo lëvizje që e bën besimtari, fjalë qoftë apo vepër, të cilën e don Allah dhe është i kënaqur me të. Shifë këto janë dy kushte. Fjalë qoftë, vepër qoftë, lëvizje qoftë, mendim qoftë, çka do të bën ti. Të cilën e don Allah dhe është i kënaqur me të. Qoftë ajo nga brenda teje, në gjoksin tan, qoftë ajo nga gjymtyrët e tua. Don krejt çka mendon ti, krejt çka vepron ti, krejt çka thu ti, krejt çka analizon, krejt çka planifikon, krejt çka bën, këto edhe normalisht i plotësojnë këto dy kushte, i don Allahu ato vepra dhe është i kënaqur me to, janë adhurim. E tash, krejt çka të bësh në jetën tonë që ka adhurim. Edhe andaj na themi besimtarëve mosh në kohën me vepra të mira. Me krejt të adhurime. Namazi po se po, agjerimi po se po, leximi i Kuranit po se po, dhikri po se po, vizita e prindërve po se po, vizita e familjes po se po, thirrja në Islam po se po, urdhërimin të mirë dhe ndalimin e keqe po se po, dhënia sadaka po se po. Këto janë vepra të mira. Mirë, po na themi edhe kurrenti me gruan tonë dhe fëmijët e tu që krijosh harmoninë në familje, edhe ajo është adhurim. Edhe në momentin kur ti dëfrehesh me gruan tonë, edhe ajo është adhurim. Edhe momenti kur ti shkon punon, fitosh rrezik halal, të ushqesh me te gruan dhe fëmijët e tu është adhurim. Tashmë përmendja edhe shumë veprime që muslimanët i bëjnë, por nuk e bëjnë niyetin edhe nuk e marrin sevapin. Për shembull, një anvise që pastrojnë shtëpinë, që kur vjen burri dhe fëmijët me tu në shtëpi të pastër, edhe kjo është adhurim. Një anvise e cila përgatit bukën, drekën apo dakën, që kur vjen burri nga puna, i lodh të ketë bukën gati, apo fëmijët nga shkolla, ta kanë bukën gati, është adhurim. Edhe pastrimi i rrobave dhe pastrimi i shtretërave tonë nga anviset tona për t'i mbajtur pastërta, edhe është adhurim. Do të unë do të them se këtë çka bëjmë brenda 24 shtat, jo vetëm adhurime që i bëjmë, po edhe veprat e rëndomta, nëse i bëjmë me fitu kënaqësinë e Allahut, edhe normalisht i bëjmë sipas rregullave të Islamit, pa i kalu normat e Islamit, janë adhurim. Janë adhurim. Ata edhe në qefin që e bën besimtari me gruan e tij, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sadaka, i thonë ja Rasulullah, po si njëri bën qef? Than, po ta kishte bën haram, a kishte marrë mëkat? Tha po. Ashtu ku e bën me halalin e tij. Do thotë, edhe veprimet e rëndomta të zakonshme që dikush për neve i llogarit se s'kan shpërblime, momentin që ti i bën përfitu kënaqësinë e Allahut dhe duke rujt për shembull nderin tan, moralin tan, dinin tan, fen tonë, edhe ato shndrohen në shpërblime. Që që opusi i veprave të mira është i madh, që nën kupton çdo gjë që bëjmë neve brenda 24/7 shndrohet në adhurim, nëse na i bëjmë me kësaj niyeti e para, dhe e dyta normalisht bëjmë vepra që janë të mira edhe për të tjerët, janë dobishme edhe për të tjerët. E kjo është ajo që neve na mungon. Jo vetëm xhami ta llogarisim veprën e mirë, që ajo është shtylla e veprave të mira, dhe nuk duhet me mendu njëri melon, ama edhe jashtë xhamisë me bëj vepra të mira. Pastrimin e rrugës, largimin e pengesës nga rruga, dhënien e selamit njerëzve, përshëndetjen e njerëzve, mi aqajt hallet njerëzve, mi pyet si kanë hallat, mi orientu njerëzit në rrugë. Këto janë vepra të mira që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Financiarisht me ndihmu dikon. Sadakaja ne përmendëm pak më radh, me ndihmu ekonomikisht fukaran, studentin, domethënë me ndihmu për shemb një biznesmen, një djalë i ri ka ide biznesi, është i sinqert, është i vullnetshëm, po i duhet kapital, ta ndihmosh me kapital, të japësh borxh. Atë kapital ka me ta kthyej. Ama thjesht të japësh ti borxh atij që ai ta nise. Këto janë punë domethënë të mira që sevapi është i jashtëzakonshëm edhe nesër sot o Zot. Normalisht atëre sa të bëj vepra të mira. Ti nesër mundesh me thon o Zot me pas mundësi me bë më shumë kisha bë, po s'kisha mundësi. Ç'të dosh ta marr po. Çat mundesh me thon, se mundesh s'kisha thon domethënë, s'mundesh me thon ja lejteni qaddamtu li hayati, sikur të kisha kontribuar për jetën time të vërtet, sepse
keq që është dosh. Edhe kështu ka pas shembull këtë muslimanët e mëhershëm, ka pas as njerëzit të devotshëm që gjithë ditën e kanë mbush me adhurime të kësaj kategorie, sa që kanë thonë shokët e tij, ulema të tjerë kanë thonë filoni, për shembull Muhammed bin Wasi përmendet, me pas thonë që ti nëse kemë vdek, s'kishte çka me shtupi veprave të mira. Sekreti ka bo. Se keq ka pas mos i më bëu gjatë ditës i ka bëu. Normalisht sot dallojnë njerëzit shumë kushit me thonë ti nëse kemë vdek, edhe ato veprat e mira që ka bëu i lënë se i mtekan shumë vepra të tjera që si ka bëu, i tollovitet menja e s'di çka më bëu më ku më nis për posa ku ka më lënë për mas. Po na themi Allahu na fartë na mëshiroft e na orientoft vazhdimisht në veprat më të mira dhe më të dashura të Allah. Sepse na kanë nuk e di çka është më e mirë dhe më e dashur te Allah. Përlusim Allahun që ai më na inspiroj që mi bëj veprat më të dashura dhe më të mira te Allahu Dhu Xhelal dhe normalisht me mbush jetën me vepra të mira edhe tash. Ku jeton njeriu vazhdimisht me vepra të mira, edhe fundi ka me pas të mirë. Se si jetoni ashtu keni me vdek. E si vdesni ashtu keni morë ngjall. Andaj kur njeriu e mbush jetën e tij me vepra të mira, mendim të mirë, zemërbardhësi, falje, tolerancë, amnesti, sadaka, namaz, adhurim, zeqat, këto vepra të mira. Edhe ti nëse kështu vazhdon gjatë gjithë jetës, ke me vdekën vepra të mirë. E kush vdes në vepra të mirë, kjo është për shenjave të përfundimit të mirë. Edhe normalisht ja vazhdon Allahu me të mirat. Në jetë dynjas ka jetu mirë për shkak imanit takvallokut, ka vdek në gjendje të mirë, vazhdon jetën e berzahut me pas jetën e vorrit një jetë mirë, edhe normalisht në ngjallë fiton pastaj xheneti si shpërblim me pas me vazhduar jetën e mirë. Hoxhë, ateisti kish më pas thonë kështu. Domethënë Allah i thotë në Kur'an shkruan, domethënë ka më anku, o Zot më kthej, ka më kërku lutje, o Zot më kthej të bëj vepra të mira, e Allah ja kthen jo. S'të kthej domethënë. Ateisti kish më thonë, pa s'është i mëshirshëm Allahu juj. Po është i mëshirshëm. Po ai 60 vjet ta ka dhënë mëshirën ta ka kallzu. Para se me lind ta ka kallzu. Edhe normalisht pastaj ka treguar afate limite. Nga mëshira. Sepse të dikush këto afate të një pjesë e madhe njerëzve afatet e përfundimit të jetës janë motivi më i madh që ata më udhëzu. Ateistat që kanë me kom pishman ose ato ndoshta s'kan me kërku pishman as më kthi prap. Kanë me vazhduar atë notin e vet. Po nëse lipen me i kthi prap edhe Allah nuk i kthen, ata s'po më thonë se s'ka mëshirë Allah. Se 60 vjet ka dhënë jetë i ymër, edhe çdo ditë ka thirrë mu pendu, mu kthy, si e kthy. E para, e dyta, do thotë si me të barazu ty me ata të tjerë, që pa pas ndonjë arsye mu kthy, pi fillim ja ka nis me kon kthim ka Zoti. E treta, si ka mundësi me të barazu ty me atë që mas 30 dhe 40 vjetëve u pendu. E kuptoj qëllimin e krijimit të tij dhe u kthit te Zoti. Do me thonë hoqti, ai 60 du ka falë namaz, ku ka rujt për edhe ti në plazh me alkool, me prostitucione, do mu po barabar. Po s'mundesh. Normal, una andaj përmenda pak më herët, drejtësia e Allahut nuk lejon që këtij njeriu të më dhon alama shansa, se i ka dhënë me qindra mia. Edhe ai ka refuzuar, andaj nuk mund të askush më thonë që Allah nuk është i mëshirshëm me ta. Përkundazi, Allahu është i drejtë edhe i saktë. Këtë rast nuk ka vend mëshira. Për shembull, edhe kjo si i vjen. Kur fëmijët e ton smuren, edhe mjeku i shkruan ilaç. Edhe ne japna ilaçin, fëmia nuk e don, na me zor japna. Ai që shikon anës që i pak mëshirë me fëmijën tan. Jo më ia dhon ilaçin me zor është mëshirë. Me lon pa ilaç është mungesë mëshire. Ose për shembull shkon pacienti në spital edhe e vendos mjeku duhet më amputu komën. Edhe këtë familja mbledhen, o mjeka, kipe ti mëshirë pak, shkaj të folë, më amputu komën. Ai thot nga mëshira jam të amputu. Se nëse nuk jam amputojnë e komën, e këtë trupi kam i kalp. Fëmijët e tonë, kush do me shku në shkollë me qef? I qemë na me zërë. Edhe kush thot, si të pësheshëm me fëmijët. Ne themi, jo, nga mëshira që kemi i qemë ata me zërë në shkollë. Se ata nësot nuk e di, janë të vetishme çfarë dami bëjnë vetes. Ama nëse kur të rriten, do na falëndrojnë, do na puthin me ballë me dorë, dhe thënë Allah i shpërblet që na keni qenë në shkollë, që na keni letu, na keni përkrah, na keni ndihmu, se kishim met na domethën rrugaç. Ishim met një të parancishëm. Kështu që nuk ka ditë askush me thon për Allahun se Allah është i pamëshirshëm, nëse këto momentet e fundit të tij ai do të më kthej prapë, Allah thot asesi s'ki më kthej prapë. Për kundazi, ai është manifestim i mëshirës madhe që ka Allahu dhe drejtësisë absolute që ka në gjitha krijesave. Diçka një vepër konkrete që e kështu këshillu ti me bë, ndryshim që nesër më thotë o Zot më kthe.
Normalisht unë të them bëj namazi është shtylla e Islamit, po du me fol për obligimet kryesore, po pa namaz nuk mund të njerë me shpesu shpëtim në ahiret. Kjo është shumë më rëndësishme me kuptu. Mirë, për adhurimeve që mendoj se janë shumë të rëndësishme dhe ndihmojnë besimtarin me qenë shumë afër Zotit edhe me u plotësue shumë dëshirë është duaja. Adhurimi i lehtë edhe i madh. Me bë dua. E para gjatë duas i afër Zotit. Do manifeston dobësinë tonë, manifeston fuqinë e Allahut, manifeston nevojën tonë, manifeston pasurinë e madhe që ka Allahu. Qep çka dush. Kjo është më njëon, në anën tjetër, nëse besimtari insiston për Zotit, çka do që kërkon, për të mirave të dunjës së të ahiretit, nëse insiston vazhdimisht e kërkon jetën gjallë, do thotë shumë shpesh, Allahu ka mja dhon. Sepse neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që të lutim Allahut të bindur në përgjigjen e tij. Edhe insistues. Që për shembull, thotë, o Allah, më bëj për atyre që nesër mos them o Zot më kthe të bëj vepra të mira. A është lutje mirë kjo? Shumë me vend. Shumë me vend, sepse Dikush mundet me thonë bidata, se ka bëu pejgamberi. Jo, s'ka lidhje se te lutja domodin njëri është më e mira lutja që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po kjo është lutje, kjo është riformulim i lutjes kuranore. Po. Për shembull na kemi ajetin kuranor që ka marrë moment dikush ka më thënë o Zot, kthem prap, e Allah ka më thënë asesi. O Zot, mos e më lejo mu të jetoj asë jetë që të vi para te tham kthem prap. Po forcom në udhëzimin tan deri në fund që kur të vi para te thush çaj librin kramën e gjatë, edhe të kthehem te familja ime i gëzuar me veprat e mira që kam bërë. Porosi madhështore nga Hoxha Bekiralimit, ta bëjmë këtë lutje shpesh në namaz. Po Allah na e forcon komte na shtat. O Allah, na bëj për atyreve që mos themi o Zot na kthe prap të bëjmë veprave të mira. Amin. Po kjo është dëshmi se domosdoshmë o Zot na bën besimtar që mushin jetën me vepra të mira dhe në fund nuk ka nevojë me thonë këtë fjalë. Alhamdulillah. Po. Shikues të RTI-s, kjo ishte emisioni i radhës, shihemi në të mërkurën e ardhshme.